Jam i bindur se pjesëmarrja e parë e delegacionit e atletëve sportistëve nga Kosova ka qenë vetëm një fillim i diçkaje që vjen më e madhe dhe absolutisht nuk është fundi. Është vetëm një fillim. Është një fillim i gjërave më të mëdha që do të vinë në të ardhmen dhe shpresoj që të shoh atletë sportist nga më shumë sportet duke marrë pjesë në nivelet më të larta ndërkombëtare nga Kosova. Unë do të vazhdoj të ofroj mbështetjen time nga ana e Komitetit Evropian Paralimpik në zhvillimin e parasporteve në shtetin tuaj dhe mund të them do të shihemi jo vetëm në Los Angeles 2028, po do të shihemi në të gjitha lojrat paralimpike të cilat vinë pas kësaj ngjarje. Biseduam për shumë gjëra, normal infrastruktura si një gjë më e rëndësishme faktikisht për me kriju për atletët tanë, për atletët për Kosovë është një çështje me rëndësi shumë të madhe. Duke pas parasysh që tashmë jemi një koqir të lojrave mesdhetare të vitit 2030, ku edhe ashtu jemi në një energji shtesë të krijimit të infrastrukturës për të gjithë atletët, e tashmë me fokus edhe tek para atletët, ku ne vetëm kemi kriju masterplanin e fshatit olimpik dhe kemi buxhetu për shumë hapësira. Mirë po edhe sot u zotum me presidenten me njomzëm që lokacionet të cilat edhe do t'i prezantonin në udhëtimin e juaj në Dubai do t'i keni të gatshme, pra do t'keni opcione të lokacioneve ku edhe do të krijojmë fusha, arena të përshtatshme për para atletët tanë të mrekullueshëm që në të ardhmen e afërm të jemi jo vetëm të marrim pjesë, po edhe të kemi medaljet e arta. Kosovo je mesto koje pokušavamo da od njega napravimo mesto za svakog njegovog građanina. Bez obzira na naciju, bez obzira na religiju, mi verujemo u vas, dragi sportisti, tu smo da vam pomognemo sa centralnog nivoa onoliko koliko mi to možemo. Znam sigurno da Parparim to dobro radi unutar našeg glavnog grada. Niko nema pravo da nekome naruši svoj život na osnovu njegovog ograničenja, niti ima pravo da ugasi njegov talenat, jer svako od nas ima za nešto talenat, posjeduje neki talenat gde mi, institucije, trebamo stvoriti uslove da ta osoba to pokaže. U tom duhu mislim da još trebamo da radimo i preko našeg obrazovnog sistema i preko našeg kulturno-sportskog edukativnog sistema, ali i u okviru svojih porodica. Smatram da svi mi, ako udružimo zajednički snage, rezultat će biti jako veći.